Benjata Nishani ka ndarë me ndjekësit e saj një anë më personale të marrëdhënieve që ka me dy mikeshët e saj, Jori Dellin dhe Heidi Bacin. Përmes një pyetje në Instagram, ku ai oftonte ndjekësit të bënin pyetje dhe kuriozitete, një prej tyre e pyeti: "Çfarë marrëdhënie ke me Jorin dhe Heidin?" Modelja u përgjigj me sinqeritet, duke treguar se me Jorin e lidhi një miqësi shumë vjeçare, e bazuar në mirëkuptim dhe në afërsi shpirtërore. Me Jorin njihemi prej shumë vitesh. Është një nga ato marrëdhënie që nuk kanë nevojë për fjalë apo shprehje të bukura. Mund të jemi larg për ditë apo javë të tëra, por është sikur flasim çdo ditë. Shkruaj ajo duke treguar se lidhja mes tyre nuk ndikohet nga distanca apo rutina e përditshme. Ndërsa për Heidin, Benjata zbuloi se njohja e tyre ka nisur pas eksperiencës në shtëpinë të famshme, ku të dyja bën të dashura për publikun shqiptar. Me Heidin jemi njohur pas eksperiencës së reality show-t. E vlerësoj shumë, është një person shumë i sinqert. Edhe pse shihemi më rrallë për shkak të ritmit të jetës dhe punës, shtoi ajo. Benjata i tregoi ndjekësve se pavarësisht famës dhe angazhimeve, ajo i çmon fort miqësitë e vërteta, ato që nuk kanë nevojë për fjalë të mëdha dhe për të ndjerë të thella.